Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dje prezantoi kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit në Fier. Berisha u bëri thirrje demokratëve të injorojnë akuzat e kryeministrit Rama dhe në javët që kanë mbetur për të bërë fushat të shpërndajnë programin e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju drejtua grave dhe vajzave me kërkesën që të mos mashtrohen nga batutat e Ramës. E thash dhe e them, ne do fillojmë nga digniteti njerëzor, po se lëndon asgjë më shumë dignitetin, se sa skamja që detyron të numërosh kafshatën. Se lëndon asgjë më shumë shpirti e njeriu dhe dignitetin, se sa sofra që s'lejon të ushqesh fëmijët e tu, se sa sofra që s'lejon të japish 3 vakë të ushqim fëmijës tënd. Ndaj dhe kjo merr fund. Dhe jo vetëm kaq. Rrogat minimale do t'jenë brenda 3 muajve 100 ditë e para 500 euro. Asnjë rrogë me pak. Berisha hodhi akuza edhe ndaj drejtueses politike të Partisë Socialiste në Fier, Belinda Ballukut, duke thënë se mashtron për vota. Kam një lutje për nënat, gratë dhe motrat e Mallakastrës. Mendoni një moment. Këtë lubin që vjen e sillet këtu, sikur t'ishte bodyguardi e Ramës, për t'u mashtruar ju, për të marrë votat. A e dini ju të dashura, të nderuara zonja e zonjushe, se ajo, për të pastruar, për të lavashë makinës vetë, harxhon me dokumenta 10.000 euro çdo muaj. Nuk di, s'kam dëgjuar kur që shpenzohen vetëm për lavazh mujor 10.000 euro për BMW-n e saj. Po kjo tregon shumë. Kjo tregon se këta njerëz, ky grup, për këta njerëz, për këtë grup ju nuk ekzistoni. Pensionisti nuk ekziston, qytetari nuk ekziston. I riu është për t'u flakur nga Shqipëria, sepse voton kundër tyre. Berisha u premtoi demokratëve të Fierit se në 100 ditët e para do ta nxjerrë vendin nga varfëria ekstreme. Nga Fieri, Berisha pati një paralajmërim edhe për investitorët strategjik, duke thënë se nëse prekin tokat e shqiptarëve, do të dënohen.